Mirë, Ferikan, shumë diskutime kanë gjallur opinioni i Venecias për ligjin që rregullon punësimet për ta shqiptuar pak atë balancuesin, balancerin, termin që përdorni ju atje, në administrat. Çfarë është ky ligj? Çfarë thot Komisioni i Venecias për të ligj? Jemi me shumë pak informacione lidhur me vendimin e fundit, apo të paktën ajo që është kumtuar nga qeveria është se Komisioni i Venecias ka dhënë një mendim pozitiv për ligjin për përdorimin e gjuhëve, që është pra zëvendësimi i balancuesit që ishte shfuqizuar nga gjykata kushtetuese, por nuk ka detaje, sepse pritet që dokumenti zyrtar të jepet gjatë javëve të ardhshme, nuk ka detaje të sakta se çfarë është pëlqyer dhe çfarë është kërkuar që të shtohet në këtë ligj. Por duke gjykuar nga ai draft version që e kemi parë para se të shkonte te Komisioni i Venecias, fillimi ka qenë që nuk ka patur shumë momente obligative. Do me thënë, është një ligj i cili nuk përkufizon për shembull me përqindje të sakta se sa shqiptar apo sa përkatësi të tjera etnike është e obligueshme që të punësohen në administratën publike, dhe kjo është një prej mangësive që më së shumti është kritikuar, dhe fakti që nuk ka një pjesë të caktuar pikërisht për shqiptare, do me thënë është lënë përsëri vetëm si përqindje, dhe po ashtu edhe fakti që nuk është një detyrim që të tregohet përkatësia etnike. Dhe nuk është ende e qartë se në çfarë mënyre do të bëhet selektimi i kandidatëve për të punësuar në administratën publike, por në mënyrë të përgjithshme është shpjeguar se gjatë regjistrimit apo gjatë kandidimit të një personi nuk do të merret parasysh ajo se çfarë ai deklaron apo se si ndjehet për shkak të që mos të ketë domethënë situata si në të kaluarën kur Maqedonas janë deklaruar si shqiptar për të fituar një vend pune, do të lihet ajo të bëhet një kryqëzimi i të dhënave personale që i kanë nga databazat e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe gjithë ministrive të tjera në të cilat ka të dhëna personale pra për qytetarin, dhe në këtë mënyrë edhe do të vendoset identifikimi apo se çfarë përkatësie etnike i përket një qytetar, pra bazuar në letër njoftim, bazuar në pasaport dhe shumë dokumentacione të tjera personale, pra nuk do të lihet në vullnetin e lirë të qytetarëve që të deklarohen si duan vetëm për të fituar një vend pune, sepse ky ka qenë një prej kritikave më të ashpra edhe për balancuesin që e kishim, sepse në këtë mënyrë faktikisht keq përdorej kjo mas dhe bëhej një punësim masive dhe i atyre të cilët nuk kishin të drejtë ndoshta të zinin një vend pune, sepse nuk i përkisnin një etniteti të caktuar. Në këtë mënyrë të paktën në teori po thuhet që do mund të hiqen këto pabarazi, por do shohim gjatë javëve në vazhdim se çfarë na ka rekomanduar Komisioni i Venecias në mënyrë shtesë, nëse këto kritika apo shqetësime që i ka patur opinioni lidhur me keqpërdorimet e mundshme edhe të ligjit për përdorimin e gjuhëve do të integrohen, apo se në çfarë mënyre do ta kemi versionin final, nëse kjo do të jetë një opsion më i mirë për shqiptarët sidomos, por edhe për etnitë e tjera, por sigurisht që më shumti i tangon shqiptarët, duke marrë parasysh se është etnia e dytë më e madhe në Maqedoninë të Veriut dhe punësimi në administratë për vite për ta ka qenë problematik pikërisht për shkak të këtyre mosmarrveshjeve, apo sepse nuk ka patur diçka konkrete që e obligon me ligj pra që ta punësoj, që të mos ja mohoj të drejtën të marrë pjesë në institucionet publike. Pra me këtë ligj për gjuhët do shohim nëse kjo do të ndryshojë. Mirë, kërkoj shumë falje, ligji për përdorimin e gjuhëve është një lapsus që më është mësuar s'ka problem, pa merak, për ligji punësimet. për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Tani çfarë ndodh? Duhet të ndryshojë diçka tek ligji mbaz të opinionit të Venecias, pra e cila kërkon më shumë qartësi dhe me aq sa po lexoja, pra thoshte më pak metodologji, hyrje, pra fjalë bosh dhe më shumë veprime konkrete të përcaktuara qartë në ligj, sepse duket se është lënë shumë evaziv ligji.
Po, jo rastisht të thash se ai draft versioni i parë për të ka patur shumë reagime, pikërisht për këtë se nuk ka qenë krejtësisht i qartë, pra se nuk dihen kriteret e sakta, pra nuk ka një përqindje se sa mund të punësohen, apo një përkufizim siç ka patur për shembull me balancusin, apo nuk ka konkretisht se në cilin institucion sa persona duhet punësohen në këtë mënyrë, apo se, do të thënë, përqindja është problemi më i madh, do kisha thënë, sepse nëse nuk ke një detyrim ligjor, ti punësosh për shembull, nuk e di, 100 shqiptar, atëre mund të luhet me shifra dhe mund të shkojë edhe në vetëm një të punësuar. Dhe për këtë shkak edhe për kufizimi i saktë brenda ligjit, qoftë për aspektin e përqindjes, për aspektin e etnisë dhe shumë aspekteve të tjera me të cilat garantohet pra punësimi i një individi, besoj që mund të lihen hapësirat shumëta për manipulime apo keqpërdorime, apo edhe thjesht mohimin e të drejtës për punësim të shumë shqiptarëve. Në këtë mënyrë shohim nëse Komisioni i Venecias i ka marrë parasysh pikërisht këto shqetësime kryesisht të shqiptarëve, dhe besoj që do duhet të integrohen të gjitha mendimet e komisionit, sepse jo rastisht është dërguar për mendim draft versioni, në mënyrë që pastaj edhe në opinionin vendas të mos ketë reagime individuale, nëse ata e vlerësojnë dhe nëse japin mendime konkrete se çfarë duhet të integrohet në këtë ligj, atëherë besoj që ato do duhet të zbatohen. Por besoj që është një çështje e shkurtër, pas së cilës do kemi një rezultat konkret dhe do kemi një ligj për përfaqësim të drejtë konkret, në bazë të cilit edhe në më vonë do bëhet zbatimi apo do bëhet punësimi në institucionet publike të Maqedonisë së Veriut. E kuptoj. Mirë, Ferikan, të falenderoj.